Krijohet një hartë 3D e planetit UANS-18. Gjendet jashtë sistemit diellor, është një planet që klasifikohet si gjigant i Gans, rreth 10 herë më i madh se Jupiteri dhe larg rreth 400 vite dritë nga Toka. Temperaturat në këtë planet arrin deri në 2800 gradë Celsius dhe orbiton rreth yllit të vet në vetëm 23 orë. Harta tredimensionale është realizuar duke marrë të gjitha vërtimet nga teleskopi hapësinor James Webb, që është një bashkëpunim mes 3 agjencive hapësinore asaj amerikane, evropiane dhe kanadeze. Sipas astrofizikantëve, të cilët rezultatet i kanë publikuar në revistën shkencore Nature Astronomy, ky planet ka një zonë qendrore ku temperaturat janë aq të larta sa arrin të shpërbëjnë molekulat. Kjo zonë është e rrethuar nga një unaz më e ftohtë dhe në bazë të punës studimore është zbërthyer kështu struktura e atmosferës së këtij planeti.